Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë vlog të ri. Unë jam Brisi, për ju që nuk më njihni, ndërsa ju që më njihni mirë se u rikthyet. E di, më keni parë te vlogu i fundit pa shumë energji. Në këtë shtëpi po luhet sulla mbyllasi, hapa dollapa. E aty të dhoma tjetër, shiko mami. Po, edhe unë që doja vetëm të nisja një vlog të ri, por që kaq është mundësia. Po doja që tek vlogu i fundit më bat me shumë energji të ullët dhe akoma e kam të ullët energjin, por që thash do bëm gati edhe do ikim të ngrejmë energjin. Besoj që ky është normaliteti, që ndonjëherë të ndihemi kështu. Edhe kur e shikoja të vlogun e herës fundit e kuptoj që po e kuptoj dhe vetë që nuk isha në gjendjen time më të mirë dhe akoma nuk jam. Kam fatin që rrethohem nga njerëz që janë shumë të mirë, një ndër to. Përveç Xhikut do përmendet edhe Klaudian që më tha 100 herë të vi, të nxjerr, të bëj, edhe Xhiku ka thënë 100 herë të dal. Por sot është day 7 pa dalë nga shtëpia sepse kalua më të virozën. Edhe unë po nuk pata një detyrim, unë nuk dal nga shtëpia. Si për shumë të që lejnë në kopë, që kam bajt në shtëpi dhe s'kam qenë detyruar të dalë, dhe tjetë për mua nuk dalë kur, por që është e nevojshme të dalë, sepse psikologjikisht ndjem shumë e lodhur. Ka filluar dhjetori dhe unë nuk kam bërë asgjë Christmas related, nuk është festa jonë, Krishtlindjet, unë jam muslimane, e them këtë sa herë që vjen sezoni, por që jetëm në një vend që kjo ndjehet shumë, ne ftohemi në për festa Krishtlindjesh, ne festojmë vitin e ri, edhe kjo me fe e di që nuk është nuk duhet festohet, por që ne e kemi si traditë si shqiptar, do me thonë ne festojmë vitin e ri. Edhe kështu, do shkojmë të marrim një pemë Krishtlindjesh, të sillim pak atmosferë në shtëpi, edhe për të ngrit pak këtë humorin, këtë gjendje për ta rregulluar pak. Po. Nese, thash të vendos pa nga kë që e sa po vendosa keq ta vendose të kthej më mirë se kush e di çfarë do ndreq këtu. Mësoj pak më pranueshme tani. Unë vendos vetëm një laps kështu sa për kontur dhe vendos këtë buskuqin që nuk le shenjë, sepse nëse më shpëton ndonjë puthje te solea, të paktën e di që nuk do ta bëj pis. Tani le të shkojmë që të rregullojmë këtë moodin dhe të sillim pak atmosferë Krishtlindjesh, atmosferë festash më saktë në këtë kanal. Let's go! Pas kemi harru derën hap. Okej, mbyllim derën e shtëpisë. Edhe dalim nga shtëpia pas 7 ditëve. Oh my god. 7 ditë brenda si në burg. Hemi mami. Guarda i cavalli di là, Lila. Guarda i cavalli, guarda i cavalli. Sa të bukur. Sa po ikëm tek një vend, po nuk jemi të sigurt në qoftë se ka. Po shkon Xhiku të shikoj. Po pati mirë, zbresim gjithë, por ndryshe nuk do zbresim. Pemë të gjetëm, por që është mbyll. Neve që po kërkonim pemë, i gjetëm si përfundim tek Hornbach. Hajde njerëz, Ky më duket më cute, ai tjetri si shumë i vogël. Këte? Okej. Sa shpejt që vendosë ti, prit me trimje gjysore të shofim. Je pikërisht një burr, je. Prit me trimje 3 orë të shofim. Guardalo. Cosa fanno? Wow. Hai visto cosa hanno fatto? Sì, lo vedo. Pastaj njerëz na duhet edhe kjo gjë, ja, për të fut pemën. Ka se shikoni ka çmime të ndryshme. Ka të mëdhej këto topat. Guarda cosa ho trovato. Di là ka hip che slita è Babbo Natale, se e di mami. Wow. Shikoni Lila për ty. I pijet ujë Lelës. Gocat më pyesin gjithmonë ku e marr peshkun për Solea, më së shumti, dhe këtu te Edeka ku është reparti i peshqeve që ta marrësh sa më të freskët. Ne menduam mos ishte pak më e vogël. Ti mendove? Unë mendova. Poi prendere quella scatola rossa che è lì. Abbiamo dimenticato
Ops. Ha, babi. Në trego se si funksionon, apo as vetë nuk e di. Babi, Jak as du. Okej. Soli. Kush do t'i pastroj këto? Kush? Vete desh. Tato. Nie zmadzę. Ne po shikojmë shfaqe këtu. Posyłaj wielu. Moja pipi. Eko. Është e sigurt kjo kështu? Është një super zhurmë, nuk e di në qoftë se Gjoni, se Gjiku pastron fjet e pemës, po tash t'u tregoj shpejt si ç'a morëm. Shumë gota ju thashën pyesin për peshkun dhe ne marrim te Edeka. Këtu kemi karrota, mora një kafe, megjithëse unë po pi mokën nga moka, është lavazza. Ky është kosi që po jap edhe Soleas, do bëj çik mishinxhi me kos nesër, prandaj morëm çik si shumë. Edhe e marrim edhe nga turku them drejtën për net më dhej, po për Solean po përdor këtë. Edhe ta keni parasysh për të vegjël sa më shumë me grasi është më mirë, me yndyrë. Pastaj mora këto për Solean më së shumti, që i bëj këto supërat. Tu kemi kocka njerëz, duhet që të bëj pak kocka. Buk, një patate ëmbël, nuk është se e konsumojnë shumë Lela, se ka shumë shef që kështu e marrë më shumë për Solean. Mora nga këto myslit, Lela kërkon nga një herë, këtu kemi një gjallë kështu ta kemi për gatina. Edhe këtu kemi nga këto rushi thatë, sepse Gjiku më ka kërkuar hasude dhe Gjiku nuk është tipi fare i ëmbëlsirave, por nuk e di ka shku mendja për hasude dhe t'i bëjmë hasude me rush të thatë. Për Solean kam këtu pancakes me spinach, po nuk e di do t'i pëlqej apo jo. Prandaj po bëj disa brokoli me avull, jemi shumë vonë, prandaj do bëjmë gjëra sa më të shpejta. Edhe makarona. Mendoj që do t'i haj të dyja, do provoj pak nga të gjitha, edhe kështu krye darka. Në fakt, Gjiku do të hapim edhe këtë peshkun, që është peshk i tani affumicato, i kymosur, është nga ato peshqit që nuk e di keni parë kur tash Lela ka ikë për peshk me Gjikun, edhe ka bërë ato shokët e Gjikut kështu, se ai nuk e mori me vete, edhe është i kymosur, nuk s'kam provuar ndonjëherë se di se si është, po që ta provoj Gjiku. Gati, por që Solean nuk t'i haj kur të gjitha këto, por që për sot kështu. Tani është momenti që të lyej vlogot, sepse ky ishte plani që t'i lyej një herë në dhjetor, se tani keni parasysh me festat e kështu. Të bëhemi pak më njerëz. Ne u kënaqëm shumë fare me marrjen e pemës. Më kishte munguar të dilja një javë pa dalë, nuk do ta bëj më këtë gabim. Kështu them unë gjithmonë pastaj di që e bëj, po që po, me sa përpres tani që ta rregulloj, unë kam porositë edhe ca zbukurime nga Temu, po kur më vin mua zbukurimet nga Temu, kam hallë se viti i ri mbaroi. Për shaka, po që e morëm edhe disa gjëra që do të tregoj të gjitha nesër, po që disa gjëra i kemi, drita, edhe ajo është e bukur vetë, Tema është e bukur vetë edhe me drita do t'jetë e bukur, që kështu, po, me sorpres që ta bëj nesër, po e kiti lyej vlogot ju do të shikoni nesër, sepse është e kotë, tani nuk ka as drita as një gjë dhe gjendja është kështu, do të shikoni nesër me dritë. Bye bye, për sot. Pak spoil me pemën mbrapa, ju gënjeva sepse nuk shkova të ushtria, po erdha poshtë sepse harrova që i kam premtuar hasude Gjikut. Edhe ndërkohë boja ka marrë shumë mirë, nuk i kam stiluar fare vlog, sa i thava kështu shpejt e shpejt. Është praktikisht ngjyra ime natyrale, edhe kështu kam menduar t'i mbaj ngjyrën time natyrale, tani thjesht do lyej rrënjën edhe mjaft me kaq shpejt e shpejt, domethënë që mos kem shumë angari për mirëmbajtje. Kur të zgjohet Gjiku në mëngjes ata që i gati, ju kam thënë që ai nuk është njeri i ëmbëlsirave dhe nëse më ka kërkuar hasude do të thotë që i ka shkuar shumë mendja, edhe pa diskutim që unë do t'ja bëj. Kur dikush më thotë mua që më hajt kjo gjëja, my love language është t'ja bëj me një herë. Domethënë gjuha ime e dashurisë është që unë t'i gatuaj atë gjë që i hahet, sepse kështu
është mënyra ime. Edhe let's go ta bëjmë. Praktikisht receta që do ndjek është 27 ujë dhe pak vaj ulliri këtu. Karamelizojmë pak sheqeri. Këtu kemi rushin e thatë cili është në ujë që të zbutet. Sheqeri do t'i hedhi masën e lëngshme, pasi të jetë bërë karamel, do të themi, të jetë shkrirë. Pothuajse momenti i gati që të hedhim masën e lëngshme tjetrën. Siguroheni që flaka të jetë e ullët. Dhe kështu me ndihmën një lugë të njohur, do bëjmë këto topthat. Pas ka ngrirë komplet. Këtu, sapo, kam bërë një polenta me spinaq brënda. Tani, po të njëjtët do t'ja ofroj edhe Soleas. Sorry për avullin, po që polenta nxjerr avull. Dhe këtu do t'ja ofrojmë Solushit. Polenta praktikisht është miell misri i zjerë. Do ishte super me brodo, me lëng mishi ose me lëng perimesh, edhe unë i kam shtuar spinaq edhe pak kos. Ndërsa këtë do ta lej të ftohet dhe do ta pres me strisho, edhe është një snack shumë i mirë për ta marrë edhe me vete, se ne po kemi në plan të dalim pak pas dite, jo pas dite në drek, të bashkohemi me babin, edhe thash okay, është ide e mirë që ta kemi si snack me vete. Hello, nga dita tjetër. Gjasin do të tregoja flokët e mia të lyera gjas me sotun, por në të vërtet ato u kapën topuzeve, duken si çdo ditë tjetër. Të largoj këto të tavolinës, edhe njerëz më erdhi kjo bukurosha këtu. Kjo nuk është as pak e sponsorizuar, është e bler, e ka zgjidhur Xhiku me durët e veta, e ka bler te Otto, edhe unë thash të ju a tregoj. Edhe shpresoj kemi bërë një zgjidhje të duhur, e morëm kur ishin ulje. Edhe shikojmë sepse mundonte se s'bën një fshes korrenti, ajo që kam ishte e vjetër, tashmë ka shumë kohë. Shumë e mirë se është nga këto me këto prizat, se këto kanë shumë potencë, por që e ka bërë të veten, është thyer në copa. Edhe do ta mbaj për ambientet kështu për jashtë te kjo winter garden, edhe për brenda ose nuk e di, për çfarë do ta mbaj, por që është akoma gjallë, por thjesht është thyer, është vjetëruar. Edhe kam si me merak për shembull nëse dua të fshi si për divanit e tjerë. Çfarë do doja të what is this? Sa lezet që gjënda. Shikoni, vika me këtë gjën këtu. Thash ta bëjmë unboxing me ju sepse ti e një mama gjithmonë jemi në kërkim të produkteve për pastrimin, edhe kjo vjen me disa pjesëza. Do të shikojmë bashkë, nuk po zgjatem shumë. Por e mira e kësaj ishte që u përthynte në dy mënyra. Nuk e di, na pëlqeu kjo pjesa që u përthynte bishti, përthyhej që të futej edhe brenda gjërave. Edhe kjo dashka t'ju bën ka respekti në këmbë. Mu tash që ula se vdiqa. Atëre, vjen me këtë manuali. Çfarë është kjo? Ulteni quhet, as emri nuk e di, nuk e njoh fare këtë markën, them drejt, nuk e di nëse ndonjëra nga ju e ka, po që na pëlqeu. Na pëlqeu sepse bëhet pjega edhe këtu, domethënë paloset edhe këtu, sikur ulet edhe këtu, se nuk vjen fjala e shkret. Kjo besoj se është për pastrim. Pastaj, unë natyrisht pas kam hapur mbrapsht, apo nuk e di. Tani. Kjo është pjesa self-standing, thot, që rrin edhe vet. Edhe është për ato që kanë edhe kafshë, lëshojnë qime. Edhe ka këtë pjesën këtu, kështu. Kjo e sigur që duhet hapet, se normalisht pastrohet si gjithë tjerat. Unë tani duhet ta kuptoj se nga hapet që shtek, po kështu vjen. Pas ka disa vida që nuk e di se për çfarë janë. Ndoshta për atë gjën që vendoset në mur, nuk e di. Si stand, vjen me këtë tubin këtu.
Po I fus po brënda, se po që për vita duhet të trasim gjikun. Edhe është karikuse e vetë, sepse është me korrent. Po. Besoj që është për këtë gjë në vida, që pastaj vendoset këtu, kur e dhe në karikim. Pastaj, shikoni sa pako e voskëll është për që një fshes korrenti dhe më pëlqen kur janë shumë e pako të vogla se në qoftë se dua të lëviz, ta kem mund të lëviz inshallah, po në qoftë se lëvizet është çdo gjë e paketuar e vogël është më komode. Kjo ishte ajo që po thoja, bishti që bëhet kështu. Ka këtë gjën këtu, edhe na pëlqeu. Tani, qa vjen tjetër kjo? Është kjo pjesa si kokë, po është motori. Kjo është një filtr ekstra. Apo është filtri vetë, jo, do t'jetë ekstra të. Nese, do t'a shikoj bashkë, se realisht nuk e di se si është. Do t'a provojmë së bashkë këtë gjë. Edhe kishtë një çmim deri diku të arsyeshëm, kishte goxha uje dhe na u duke përshtatshme me ujet që kishte. Çfarë është kjo? Mos ndoshta do ta shikoj manualin e përdorimit një herë, përpara se ta thyj, ta shikoj edhe të rikthehem. Kom që s'ka shpikauri, unë jam e të timen që kam pas elektrike, edhe thot që kjo është bateria. Për një herë, pse si vendoset kjo kështu? Really? Really? Shiko. Unë dhe teknologjia nuk e di, nuk jemi shumë mirë njëra tjetër. Pa shiko. Edhe, kjo gjëja këtu është për divanet. U shtyp ka kështu. Edhe nuk do rishtë të ndrosh kokat, po e ka kokën të integruar. Edhe e bëm kështu, edhe pastron. Se në fakt nuk po shikoj kokat tjera unë. Këto janë kokat, është kjo. Edhe, tani duhet të kuptoj. Ta heqim kështu. Jam shumë qetë të heq këto. Edhe, këtu është ku duke display me ta ndezim. Shiko, to 35 minuta, zhurma, nuk më zhurë fare. Ta një bërë në zhurë. Wow, cool. Edhe, këtë nuk e mora veshtu, ku e kishte kjo këtë? Nuk e di. Ta shikojnë, t'i fusim një herë këtë gjë, kur ka kjo. Në qoftë se kjo hapë kështu, I bie që kjo është për të futur në këtë mënyrë. I hope so. Apo jo, po jo. Nuk e da. Qyqa. Unë e shkreta, o zoti madhë, sa ka për të mësuar një liu. Kjo qenë ka për... Hajde, se tonë t'jemi. Kjo është sniper. Bëjë që ka hapa teknologjia. Unë e shkreta, thash kjo është ajo postacioni që futet është bateria, do me thëmë. Po, ki parasysh në tjetër që ne kemi pas fund në tokë. Kjo është këshu, rrihet. Po këtë nuk e kuptoj, e ka t'integru. Jo, nuk e di. Nese, po shiko sa pak zhurë që mënë. Shiko? Kjo është e pare. E dim që ti e ke zjedh. Edhe, shiko. Shumë e fort. Shiko se ka këtë? Një që ndrosh. E ndoro. Ai që ka një filtr ekstra. Ky do me thënë, thot që lahet. Pa problem. Ta lini të thatë 24 orë. Edhe pjesa poshtë thot që lahet. Ajo që është pak si stop, që është poshtë për të mbledhur pa pastërti. Edhe koka e vetme që ka është ajo që është integruar dhe kjo që është për kanalet. Është super. Tani ta provojmë se si pastron, por me siguri si çdo tjetër. Po duhet ta provoj edhe të pjesën edhe pastaj t'ju them tamam. Jo, ajo është
Shumë. Që mund të shikoni, demonstrimi po e bën Leila, që po pastron këto gjërat e pemës. Dhe darka gati në furnën. Për sonde shkojmë kështu. Shkojmë nga dita tjetër, nesë po këtëm nga baleti, kishin gocat provën e festës. Shikoni këtë bukuroshen, kjo është e gjitha për mua. Edhe për gjikun parta. Është super trileqe që Claudia e ka përgatit vetëm për mua kësaj herë, se herën tjetër më dha vetëm 2 copa, kësaj herë e ka bërë gjithë për mua, do me thënë, nuk e di. Duket e mrekullueshme, edhe e di që është e mirë sepse e kam provuar herën tjetër. Njëroni kapuçin tim sepse kam bërë dush në mëngjes edhe kam hallë se më kap migrena, por i me kapuçën në shtëpi. Është, nuk e di. Tani do fillojmë dekorimet e pemës, nuk pret më kjo punë. Leila me zor po pret, që kështu duhet t'i nisim. Uroj që mos ma shumë tosh. Më mirë më gjatë se sa më shkurtër. Eksperiment. Wow. Ky është rezultati se nuk kemi shumë drita. Aty është perfekt, mami. Do punojmë akoma me këtë pemën. Kjo është e bukur vetë, mua më pëlqen shumë edhe kështu, po që është shumë lakurish, s'ka as drita as topa, do të blem sa të tjera, por... Më gjesi nga dita tjetër, për të dyja ne. Ne jemi shumë vonë në fakt se po bëmi gati për të ikur të provat e baletit, prik, hajde lezëm. Edhe, dohet të tregoja, Claudia, përveç qitave që ju tregova, trileqe e tjerë, më kam bërë dhe një mini kalendar adventi. Është mishi, 3 shtuk, 4 pesa, i mungon 2 që nuk se ka të mundësi pa paketonte edhe... s'pa ta mundësi, dhe më dhe shikoni sa kjetë. Të hapim tani mishi. Per favore. Dhe të hapësh ti? Ti dhe të hapësh një arishë. Fazzoleta. Do na vinë që më në konë. Priti ka prak të brëndë. Hapë. Shiko? E di që power frau, e di që unë këto qara që të i parë resetarit i me qara, edhe më ka put qara, të këmishi dhe fasoleta, është super cool. Po, mirë ti hapa të më hapë këtë. Do hapim 3. Më rëgëzoj si një të më. Sa gëzoj. Këtë e në halli dhe këtë e në lëbeni. Sa cute. Jo, se të prejtisht ata ja. Kjo është për mamë, në të regohet këtë të video. I mi gjyshi se të regojmë në të video. Ok, tani e fundi dhe të hapë. A shapa në amë hapë. Tek njëra kishte këtë dhe këtë e mori Lena e privatësoni. është ideja që... Jo, nuk e hapim më, e hapim më shumë. Shumë. Që ka menduar për më... Po, kështë për ta hedhur të banjë me bluin. Për ta hedhur të vaska. Dhe të nga kam dhëtë në mbërsira Claudia, si që vetë. Dhe e fundi, okej? Nuk kam ajo, mami. Kështë e fundi. E lo apriamo. Kafshoj pak të pesë.
Ne po hajmë nga një vestë të zjerë kështu në këmbë. Ka të vestë të zjerë unë. Edhe Lelës vestë të zjerë, mjantë. Jemi shumë të mararë të Solea për fletë. Shumë mirë, mami. Bravo. Ja. Dhe këto do t'i vajmë të pema, duke që se nuk kemi dekor, do t'i vajmë të pema. Po janë qokolata, po që janë. Qokolata që vare kështu me mami të pema. Faleminderit shumë nga zemra, publikisht. Pizza buqe është. Filloj e qara! Dile të filloj në. Brava. Brizil ba. Shumë mirë. Tani shkruaj pak emrin tënd. Ime. Po. Po shkruaj pak, ta shikoj pak si e shkruan ti. L-E I-L A. Bravissimo. Po ato të Solea se din ti, mami? Pa. Come si fa? E din ti? La S di Solea? Come? Serpente. Sì, serpente, S di Solea. Fammi vedere. Perfetto. E la H di Baby G, quella sai? Come? Ah. Quella con 2 righe e una riga in mezzo. Bravissima. E la M di Nonna Mara? Quella così con 2 gambe così. Come? Quella che fa così. La M. Non la sai ancora. E cosa sai adesso? Sai la G? Di Tesegherta? Come? Di Gresia? Come? Quella che fa così, quella rotonda così che abbiamo imparato ieri. Ah. Questa è la O. Sì, questa è la O. Brava, brava. Siamo a buon punto. Adesso lo so. Sì, poi ajo. Shkruaj A. 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 B. B di mami Blissi. B. Bravo. E la C, te la ricordi la C? No, la C è così. Così. A, B, C. Dall'altra parte però. Così. E la D? La D è questa qui. A, B, C, D. Show me. Dhe ja ku jemi pas një dita super të gjallë, unë jam këtu me Lelushin. Mami, si felimimi bugi. Sot patëm provat e baletit për shfaqjen që do ketë Lela. Mami. Unë nuk lanqa me Claudian, por probleme shumë lodhëm edhe shumë, sa që nuk ishim përgatit. Flas pak mami 2 minuta me të shoqet e mia. Nuk ishim përgatit për kaq provat gjata, edhe nuk ishim marrë ushqimet mjaftueshëm. Nuk ishim marrë ushqime fare, çfarë mjaftueshëm, ishim marrë vetëm ujë si zakonisht, sepse herën tjetër ishte shumë pak, zjate shumë pak. Edhe tham do marrëm shpejt, do kthehemi në shtëpi, unë kisha dhe Solea ka filluar ushqyerjen. Nese, keqa mirë, arritëm t'i mbaronim, ikëm, edhe më filloi një kokë, edhe prandaj nuk kam filmuar gjatë gjithë pas ditës. U mora me puna, sa kisha mundësi, e futa Solean te baby care siç e patik një sekuencë, edhe fillova të ftyloja shtëpinë sepse dolëm që në mëngjes edhe nuk pata kohë të bëja as edhe një gjë. Pastaj futaj një gjell me kos, me mishqinqi, edhe kështu e kryem për të gjithë, edhe Solea e hanë këtë. Mirë i bën, keq nuk i bën, sepse i ka gjithë ato që duhet të ketë. Shumë e rëndësishme goca që ushqeni bebat, për mendimin tim që të jepni mishra. Ku di, së fundmi kam filluar të shikoj këto teorit pak më alternative, se me Leila kam qenë tepër e fiksuar, ndërsa tani jam pak më chill pak më relaksuar me Solean edhe tek ushqimi. Bëj kujdes me kriprat me sheqerat, edhe për shembull i dhash tavën e kosit si puna jon, ndërsa me Leilën kur ishte koha e Lelës do e mendoja 100 herë, do i gatuaja veç kur ishte këtë moshë, ndërsa me Solean jo. Edhe mendoj që po bëj mirë, të them drejtën.
sepse nuk i ka të gjitha të mirë, domethënë ka proteina, unë tavës nuk ishte tavë, nuk e hodha në tavë kësaj here, e bëra kështu normal, me oriz, vezë, kos, miell, edhe karot qep që ta bëja pak më të pasur edhe për solean. Kështu e kam bërë së fundmi, e di që ndoshta receta tradicionale nuk e ka nuk e ka karotën edhe qepën, po unë ja hedh që ta bëj pak më të pasur dhe një pjatë më komplete që mos jetë vetëm mish e kos e vezë. Besoj që është një pjatë shumë i mirë sepse kosi ka vlerët e veta, mishi, edhe doja të dilet e fakti që fëmijët në këtë moshë kanë nevojë për yndyra të mira. Yndyra mishi, yndyra pyrimesh, sepse i bën shumë mirë në zhvillimin e trurit. Këto janë disa teori që kam lexuar së fundmi. Prandaj edhe më keni parë që ofroj gjalp soleas her pas here. Asaj pëlqen edhe i bën mirë. Nuk e nica për thënë këtë gjë, po thjesht një update kështu i përgjithshëm. Pasdite pastaj u mora pak me pastrim e rregullime, jam akoma në kaos, po që mbaroi bateria e fshehjes korrentit edhe ngela unë kështu, pastaj shkova të vija solea në gjumë. Bëva një mace. Thuhet e bëra mami. E bëra një mace. Ti bëre në mace. Sa cute. Do t'ja tregojmë shoqeve të mia. Po. Gocalela pikturon shumë bukur. Ti po çiqevi. E të shumë aty. Po. Shika? Shumë e bukur. Lila po pikturon tuk të letra. Lila, do ikim nesër mami të shkolla jote? Do ikim të shkolla jote nesër? Po. Shumë mirë. Ky është plani për nesër, po të shikojmë sa do të realizojmë. Për sot natën e mirë do t'ju them sepse nuk kam më pik energjie që më ke mbet. Ky është plani edhe nuk e di kur do të vinë dekorimet, por ndoshta do dalë që ato që kam porosit tek Temu, po ndoshta do dalë që të blej diçka tjetër, ndoshta drita. Duhet bëj edhe ca blerje tjera sepse kam disa sebepe, nuk e di se si do organizohem, por që ky është plani. Duke qenë gjithmonë mirë, duke patur mundësi në qoftë se shëndeti na e lejon, atëherë këto janë planet për nesër, edhe natyrisht gjërat interesante do t'i ndaj edhe me ju. Ndoshta të shkoj tek Rossmann, jo do ta shikoj përpara, sepse goca herë te video e kaluar e keni parë që kam bërë bashkëpunim me këtë Joy Buy. Por në të vërtetë nuk është vetëm bashkëpunim, është një këshill. Herën e fundit ç'a bëra, shkarkova aplikacionin e Rossmann, të DMs dhe të Joy Buy, edhe shikoja çmimet më shumë për këto detersivët, për panolinat, se me thënë drejtën, unë solea nuk e le asnjë minutë kur e shikoj që duhet ndruar, që kryej nevojat e veta e ndroj direkt se kam hallse me skuqet. Edhe këto panolinat i kështu si pikë të shiullit, se ku mbarojnë aq shpejt. Edhe unë i ruaj këto ofertat kur dalin, si te Rossmann, si atje, por si te Joy Buy nuk kam parë, edhe po them nuk është reklam, është këshill. Hidheni një sy atij aplikacionit, mbajini në vëzhgim edhe shikoni që ka oferta shumë të mira. Për shembull, për larësit e rrobave i kishte më lirë Rossmann, po për panolina dhe unë përdor gjithmonë Pampers Premium Protection, nuk e ndroj dot. Me të dyja gocat jam mundu, po më skuqen, edhe me ato jam e sigurt, përveç se më skuqen, më i del urina gjatë natës, kurse me ato nuk më ndodh asnjëherë, nuk ka ndodhur edhe një herë, edhe gjithmonë nuk i ndahem, por e di që janë edhe pak më të kushtueshme se sa të tjerat, prandaj mundohem që të ruaj ofertat, marr ato pakot dope ose pakot e mëdha, edhe shikoj ku i kam më lirë. Po, t'i gjeja ato pakot dope me 12 euro herën e parë dhe 14 herën e dytë, nuk i kam gjetë as në një vend, prandaj i hidhni një sy edhe aromës, u përdor Lenorin, më së fundmi jam gjithmonë me këtë Lenorin për beba. E di që ca thonë që mos përdor aroma fare për rrobat e bebave, po unë her pas here edhe i hedh. Më pëlqen shumë aroma e Lenorit për beba, edhe aty e gjeta shumë me ulje. Detersivët jo, ndërsa këto po, praktikisht nëse keni nerva, i ruani këto ofertat, sepse jo është goxha kursim, edhe nëse jeni abonent të ri me kodin tim, jo kam thënë te video tjetër, BRISIN, keni edhe 5 euro ulje. Edhe e përsëris nuk është thjesht reklam, se unë reklamën e bëra të video tjetër se ma kërkon njëri ta bëj për së dyti, por është një këshill që ti hidhni një sy atij aplikacioni se ka gjëra shumë me ulje edhe cilësore. Mora edhe larsin për fytyrën, edhe kremin e Cicaplast, nuk e di si prononcojët, po të dyja nga La Roche-Posay,
Unë atë përdor si Lars. Është më i miri nga ato që unë kam provuar me atë lloj çmimi diku tek 20 euro dhe unë e mora 13 euro. Edhe në qoftë se keni plan që të bëni ndonjë dhuratë, parfumra, gjëra sete kështu, hidhini një sy, tani që janë edhe festat, që do bëjmë dhurata më shumë, hidhini një sy sepse ka shumë oferta. Kjo është një këshill, jo një reklame përsëris. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Sot kam vendosur të bëj pak lëng kockash. Ndërsa këtu do bëjmë një dado vegetal, do të thënë perime. Si shikoni perime, ju mund të hidhni çfarë të doni. Do të thënë ta kemi për shpëtim nëse duhet gatuar diçka për shpejt. Dhe tani këto si çull do ta kalojmë prapë në tigan. Tani pasi uji ka buduar pak, ne do ta hapim kështu në letër brushinë, ne ta lëmë të ftohet, pastaj ta fusim në frigorifer dhe ta presim me copës. Ky është plani. E lash këtu të mbuluar që të ftohet. Jam me Solian këtu tek baby care. Çfarë ju thash unë dje juve? Me kismet do të çojmë Lelën në Kita. E çuam Lelën në Kita? Jo, njerëz, nuk e çuam sepse i ka dalë një gjë këtu te faqja si tip herpes, si del her pas here. Si fillim i doli këtu te buza, pak pastaj i doli këtu. Edhe normalisht nuk e çoj, është duke kaluar diçka me siguri. Tu kam Solean unë që nuk rri. Edhe shikoni çfarë po bën Lela, por mami ka një zgjidhje. Kjo është gjendja. Mami, jo ashtu se të smuret më keq faqja, please. Hajde se do hapim diçka që na ka ardhur Lela. Lela nuk e di. Ka marr dil nga aty, dil. Lela vdes për këto, të mbulohet kështu, të futet, të bësh të pizat e veta. Edhe unë ka marr diçka që sot ka ardhur realisht me porosi. Kur them më ka ardhur me porosi, më ka ardhur me porosi sepse Lelën do ta kem tani edhe për ditë të tjera në shtëpi, mendoja që do ta çoja përsëri në Kita këtë javë, por nuk e çoj dot nëse ka atë gjë, edhe sikur të dua, nuk ma pranojnë, se normalisht është një infeksion që po shkon, që është in course, që është në trupin e saj, edhe nuk mund ta çoj. Por më ka ardhur një pako që tani do ta hap me Lelën që edhe ajo të lozi. Lela ka nis me lojën që nga dizenimi i kartonit. Është kjo kompania që quhet Fancy, nuk e di, ju ka rastis ndonjëherë. Po do ta hapim tani. Më ka dalë 100 herë reklam, edhe kur e pash thash, ok, kjo na duhet. Edhe ndërkohë është Lela që ka mësuar shkruaj emrin e vet dhe shkruan kudo tani. Po, mirë mami, ta presim me mamin. Unë jam këtu me Solean tek baby care, dhe imagjinoni pak vështirësi. Po, mami. Vjen me këtë qesën kështu, me sottovuoto, edhe po kur ta hapim do shikoni sa e bukur është. Tani po merr ajër. Hopla. Tani Lela do na tregoj se si do t'i ndërtoj, do bëj Lela një shtëpi. Të pëlqen? Wow, che bel salto! Wow! Prita vem pak më afër mami se mos na biesh. Tani mund t'hidhesh. Uapa! Po? Po. Unë kam zgjedhur të ngjyrën salvia, sepse mos ishte kaq boring beige, si zakonisht çdo gjë beige gri. Edhe hajde Soli edhe ti, edhe Soli do lozi këtu. Të pëlqen? Të pëlqen? Të pëlqen? Brava! Kjo është dhurata për Lelën praktikisht, për këtë vitin e ri. Edhe, prit mami një sekond. Këto mund të hiqen dhe mund të lahen, dhe kjo është e bukura sepse dihet se si i bëjnë fëmijët. Edhe mos ju duket kështu si shumë e madhe, sepse paloset, domethënë nuk është se mund ta lini kështu, por mund dhe ta palosni. Edhe me të drejtën unë e kam menduar edhe si opsion, në qoftë se kemi miq, shumë miq, kjo përdoret edhe për kur na vin miq praktikisht. Edhe Solea sa gëzon. Do ta vendosim si shtëpi.
Ma tregoj idenë që ke, se Lila pas ka një ide. Që ta kuptoni sa i lehtë është, se nuk është as i rëndë. Okej. Lila, ti vazhdo mami, unë po shkoj të ndroj pak motrën, okej? Lila tani do lozi pak këtu. Rëndësi ka mos të ndezim këtë bukuroshin. Edhe kështu ta gëzosh mami dhuratën. Ja çfarë na ka ndërtuar Leila ndërkohë. Jo, wow, kujdes Leila. Ka bërë një shtëpi prej vërteti. Kaq duan fëmijët edhe tani të harrohet një copë herë dhe mund të marrë një sekond frymë. Kjo do t'i darka e solias, makarona me krem perimesh edhe pak parmigiano, edhe pak lojë mishi. Ne dolëm në fakt, unë nuk filmova asgjë sepse ishim me një takim të rëndësishëm që s'mund filmerja me vete, edhe kështu kalojmë direkt tek darka, domethënë. Se mos të harroj t'ua them, gjeta gjelin është pul në fakt, pul detit tek Lidl. Ikëm dhe të Lidl ne dhe gjeta pulën e detit. Shkoni ta merrni nëse nuk keni alternativë tjetër. Unë nuk kam alternativë tjetër që të ma sjellin apo ku e diun, edhe kështu. Paktën mos jemi pa pul apo gjel deti. Dhe tani kemi orarin e aksionit. Nuk e di juve, po ky muri këtu anash lavastoviljes, nëse keni kështu si puna ime, më bë gjithmonë pis. Edhe unë e laj me këtë gjën këtu. Edhe murin edhe këtë bordurën këtu poshtë, sepse mi heq goxha. Nuk mi heq totalisht, po mi heq goxha. Ja, është kështu si që shikoni ju, tani do thahet ky, po që pak a shumë kështu. Duke që ndje që ishte fundjavë nuk i bëm, tani na takon sot të ndrojmë këto çorçafët. Janë pa hekuros, po pa hekuros do rinë sepse nuk kam Terezitja kuros. Rëndësi ka ti ndrëm t'i kemi të lara. Ndërkohë kështu derisa të mbaroj bateria ime, thash të flisnim pak. Më thoni goca me çfarë i lani rrobat, edhe kush është numër 1 sipas jush, sepse unë kam ndruar disa, tani kam ndaluar tek Arieli, më pëlqen shumë këtë periudhë era e Arielit, Lenor, Ariel, këto kanë qenë, edhe Dash, këto të tre. Edhe nga frosh për gocat, po që kam dalë te Arieli, nuk e di. Më pëlqen shumë era e Arielit te periudhë, edhe të detersivit të si thot amorbidente zbutësit nga Lenori, po që ky Arieli po më pëlqen shumë këtë periudhë, si lan edhe si mban erë. Po kam qef të di mendimin tuaj, sepse e di që jeni të gjitha një koqire. e di. Edhe prandaj më thoni pak mendimet tuaja, kush është larsi më i mirë për lavatrice. Unë preferoj më shumë këto likuidet. Mami për shembull përdor këto kapsulat që futen brenda, që janë kështu si me plastike, nuk e di, unë nuk gjende mirë me ato. Unë e dua lëng. Më duket sikur lan më mirë. Pluhur nuk kam përdor asnjëherë, me thënë drejtën. Po, ndoshta e kam gabim, do më pëlqente shumë që të dija mendimet tuaja, që kështu mos hezitoni të më i thoni. Edhe po, u knaqa. Më shkoj mendja që t'ju a thoja, nga që po pëlqente era kur po e shtroja. Ja, kështu do ta lej, nuk do t'i bëj më asnjë gjë, sepse do shtrihemi dhe nesër mëngjes t'jetë hapi çik më mirë edhe i organi edhe t'jetë shtruar pak, shpresoj që duket më pak rrudha. Për momentin kaq në rregull, dhe tani t'i shkoj një fshes, edhe nuk e di do kem kohë për leck, po që të paktën një fshes edhe t'i kemi të lara. Palosim edhe këto. Tani që mbarova punët, t'i shijoj për 3 minuta, përpara se t'i ki të shtrihem. Kam hequr tapetin, do më thonë jo tapetin, atë që mbuloj tapetin, që është një si tip tapet i holl, sepse dua ta laj urgjentisht përpara se të më bën pis.
Edhe kështu, pema jo ndërkohë ka mbet në vend numëro sepse akoma nuk kemi bler dekorime, në fakt po pres që të më vinë ato nga Temu sepse i kam porosit mos të blej kot, por që nuk më vjen keq fakti që është, më pëlqen edhe kështu. Më pëlqen edhe me kaq dekorime. Mungon ajo pjesa aty poshtë, më duhet diçka për ta mbuluar aty poshtë. Por që, hello, ndërkohë. Me zor po pres që të më vinë perde të reja. Stay tuned, sepse po pres që të më vinë perde të reja, i kam porosit. Edhe me zor pres t'ju e tregoj dhe juve, shpresoj që të më pëlqejnë. Do jenë diçka ndryshe nga kjo, sepse kjo është një kështu hesa ju. Kështu me drita fikur duket akoma më cute. Tani do t'i vjen vendin Leilës. Ka monitorin me Solian këtu. Është super komode. Jo vetëm për fëmijët, po edhe për ne. Mund të flihet shumë rehat këtu. Plani im është që të editoj, të lexoj pak nga libri. Kam të Princin e vogël, The Kleine Prinz, Il Piccolo Principe në italisht, Ushqenit e Italisë. Edhe që të ushtroj me gjermanishten, është në gjermanisht. Edhe po provoj këtë materasën e ri, këtë lojën e Leilës, le të themi, por që në fakt nuk është vetëm lojë, sepse është super rehatshëm, edhe ideja ime është që, siç u thash edhe tek një sekuencë, që ta përdor edhe në qoftë se na duhet një krevat për kur na vjen dikush. Sidomos familjet me fëmijë. Mua do të më vi motra, spoil, po e them tani, do më vi motra për Krishtlindjet, edhe në qoftë se duan të flenë të gjithë në një dhomë, kjo është një opsion shumë i mirë, sepse vendoset poshtë edhe është shumë i rehatshëm. Madje është edhe kjo këtu, pjesa këtu, do mjaftonte edhe vetëm kjo pjesa me dy. Por është edhe kjo pjesa tjetër, që e bën akoma më komod, por që edhe për fëmijë është super. Edhe ne kemi vend plot, është divani, po them në rast se duan të flejnë të gjithë në të njëjtën dhomë. Kjo është perfekte. Edhe kështu. Unë po iki tani, edhe së bashku do të qemi në vlogun e ardhshëm, me shumë gjëra të bukura, me pemën e përfunduar me shumë mundësi, me shumë holi dhe shumë blerje, shumë ide gjëra që mund të merrni për këto festa. Duke qenë se kam bërë disa blerje, gjithmonë blerje inteligjente mendoj unë me atë timin i mendoj inteligjente, sepse i mirë mendoj. Po që stay tuned që të shikoni edhe ju, edhe të bisedojmë bashkë nëse ja vlen apo jo. Paqim!